S'është punë ka policia me kryeministrin. Një qytetar që është shoqëruese, besoj te policia. Jo, policia. Policia është shoqëruese, pastaj është policia. A shumë ke çfarë ku ndjej rrezikuar kryeministri që duhet ta merrni shoqëruesit? Jo, pa drejt. Kur erdhi Meloni në Gjadër, kishin një deputet italian, por kishte edhe një dy qytetarë gazetarë italianë. Ishin shumë të ashpër se sa ky qytetar që po ja grabisin shtëpinë. Dhe Meloni zbriti nga makina, kur i ofru policia jon, italiane nuk u afru fare. Tha jo lerni dhe u afru dhe po i sqaronte. Po, e di e mbaj. Pavarësisht sa debatonin. Është zgjedhje PR-i, pastaj është zotësia e saj. Këtu Rama, ajo di që mundësitë ligjore nuk i ka për t'i arrestuar ata. Dhe zgjedh vetëm mundësi që ka që të debatojmë me ta. Me një kështu, me një shkelje syri, mund ta kishte larguar zotrin edhe nga Meloni, zën fjala vjen se për barrikadë. Ky rast është tjetër. Nuk mund ta krahasojmë këtë me atë. Jo, se ta çunat i ndjekin më shumë për këtë. Vetëm një sekond. Se e di më mirë se si funksionon policia. Ka një kufi sigurie. Që vë policia gjithmonë kur ka ngjarje. Dhe kur shkelet kufi i sigurisë mund të reagojë policia. Aty s'kishte as kufi sigurie as gjë. As te Meloni, s'kishte kufi sigurie. Policia ligjin e ka që kur shkelet kufi i sigurisë. S'ka kufi sigurie, s'ke ç'a bën. Tjetë kryeministri, tjetë presidenti Shëbasit, kush drejt, por nuk është faj, nuk po them se unë për mendimin tim është faj kryeministri. Pse? Sepse më kujtohet ministri ky është, po politika ligjin. Një sekondë, më kujtohet një rast në SBA kur po fliste Obama dhe del një veteran edhe bërten sallë për Obama ta bëj një lidhje, prandaj them ç'është PR-i. Dhe ju turrën gjithë salla, pa i veteran mund të ishte 78 vjeç, 80 vjeç. Ju turrën gjithë salla, çfarë bëri Obama? U çua, nga i shëti tha gjithëve, turp të vi që i bërtisnin atit sepse është veteran, na ka luftuar, ka dhënë jetën kjo është zgjedhje PR-i. Kryeministri jon, është politike. Po pa si të vesh në kongresin e PS-s ose të PD-s, Sali Berisha. Po është PR pra, ka ndodhur pra. Por, të japim një rast. Që kanë qenë jashtë. Dhe kanë qenë jashtë. Një rast. Vjen George Bushi në Tiranë. Por prapë zgjodhi këtë mënyrë që mund ta kishin nxjerr jashtë dhe në sallë. George Bushi në Tiranë në rrugë. George Bushi kur në Shqipëri, ishte një perimetër sigurie që amerikanët në perimetër sigurie nëse e shkel nuk pyesin. Po di. Sepse ne u dham dhe një. Po dha vet lejen ai pastaj. Ne u dham dhe lejen që forcat amerikane të drejtojnë bashkë me forcat shqiptare. Ku shkoi në fushkruaj Bushi. Dhe u entuziazmuan dhe doli nga perimetri i sigurisë vet dhe shkoi tek ata, nuk guxoi askush të ndryhonte që të largonte njerëzit. Pavarësisht se presidenti mund të rrezikojë. Atë njeriu që e morën çai bën, thjesht e shoqëruan. E arrestuan, ç'në si ka? Po nuk quhet arrestim, është shoqërim, sa arrestim po s'ka rëndësi. Shoqërim për ato nuk do të shkatojnë. Po më mirë. Ja ishin drejt në vetë, ishin në rrugën e vet, apo shkon në sallë. Domethënë, mund ta ketë marrë për ofendim. Jetojmë në një vend, nuk ka. Jetojmë në një vend, po nuk ka arrestim. Aty s'kan çaj bën njëra, e kupton? Çështja është shumë e thjeshtë. Ne jetojmë në një vend ku njerëzit nuk kanë të drejtë ta shikojnë shtrembur kryeministrin. Dhe pse po ta them këtë? Po, ka qenë kryeministri para një viti duke kaluar në blok, në kafe. 3 të ri. Jo ta them unë, e shikoj me natë nga lokali. 16 vjeçar. I jep urdhër atyre që e shoqërojnë në këmbë, arrestojnë dhe i çojnë në komisariat. Marta Ulan Ballën që më thotë zbot, fjalë nuk mund t'i mbajnë. Pastaj fiku telefonin, pastaj më shkruajti ishte urdhër kryeministit e kanë parë keq. Këtu jetoj. Mendim është çmenduri. Unë nuk imagjinoj dot këtë lloj sjellje, e kupton? Ta them sinqerisht. E dënoj sjelljen e tij, duke dëshmtuar, tani pse i bindet policia, tu është pasaj çiklesh, por kjo lloj sjellje më duket shumë e shëmtuar. Nuk ka për të duar trokitur asnjëherë, qofsha vet aty, në vend atit edhe ta bëj them prap, do i them vetes më pas hyrë që e ke gabim. Jo, ne po ndajmë vetëm për një gjë, ne nuk po gjykojmë. Në sensin, ky është qendrimi im, më fal që për mua është e gabuar. Nuk po gjykojmë sjelljen e kryeministrit. Unë nuk kam asnjë surprizë nga Rama. Ne po gjykojmë sjelljen e policisë. E policisë pra thash, aty te policia thash pastaj nuk e di ne janë të kushzuar nga rrethana, bëjnë shoqërimin, si harohen rrethanat, do mbajnë pak orë ata se s'kan drejt tani më nuk të mbajnë dot më shumë se 8 orë, nëse nuk je i arrestuar, nuk flas për rastet e flagrancës ose me sa di unë, nëse bëni shoqërim për dyshim. Por me këtë logjik se Rama ka pas debat. Sa të gjysma atyre që po shpërndësohen ose po grabitën, gjysma janë socialistë deklaruar, gjysma janë demokratë. Rama ka pas debat edhe me ta në sallë. Me? Edhe me këta ka pas në sallë. Ditën e shtunë kur është bërë takimi. Me këtë logjikë i bie që ata që kanë kundërshtuar Ramën në sallë, ta arrestosh. Po kemi parë shumë gjithçka kush kanë kundërshtuar janë arrestuar. Me janë shoqëruar minimalisht, e kupton? Është kemi parë. Kemi parë njerëz që janë nxjerrë nga shtëpia,
Je kemi parë njerëzit që janë nxjerrë nga prona, jemi parë njerëzit si është marrë, ku dëgjoj. Ata që ishin aty. Po këtë nuk është. Ora policia më shumë ka reaguar se është përmendur Gyshi se Rama, se policia është e Gyshit fakt. Bravo, atë do të thoja. Do të bëj një ndërhyrje vogël. Ani, e ndoqëm videon dhe ishte një situatë atje që qytetari më tepër ka bërë një batutë se ka bërë një fyerje apo një ofendim apo qoftë një bullizim.